Maldis Bosnjaku është autori 2 golave për ekipin e Vllaznisë U15 përballë ekipit të klubit futbollit Shkodra. Bosnjaku urime, shënuat golin e parë dhe të tretin. I kënaqur? Po shumë i kënaqur për më shumë për 3 pikën që morme. Ishte një fitore shumë e rëndësishme për t'i ofruar peshës së parë. Sidoqoftë patët përballë moshatarët tuaj të klubit Shkodra, një ekip i cili bëri mirë në fushën e lojës, por gjithsesi ju fituat. Po na dha shumë vështirësi të shënonin golin e parë dhe më pas u liruam dhe shënuam të golet e tjerë. Ky është goli i 5 për Bosnjakun në këtë kampionat. Po. Deri në sa do të jetë shifra e Bosnjakut deri në fund të sezonit? Synime kam vu vetë që të bëj 15 gola. I kënaqur në aspektin personal? Po i kënaqur deri tani. Me bashkëpunimin me profesor Macerovin, me stafin? Po kemi një grup shumë i mirë, dhe harmonik jemi shumë mirë në grup dhe shpresojmë të kapim peshën e parë. Objektivat e Bosnjakut patjetër janë për të kaluar në skuadrën e parë. Po, si fillim të skuadra e parë e Vllaznisë dhe më pas pse edhe në Europë. Bosnjaku 2 gola, njëri më i bukur se tjetri sot përballë Shkodrës. Ka ndonjë dedikim Bosnjaku për këto gola? Këto gola dedikoj familjes time dhe shokut të ekipit Aranit Hasej që është dëmtuar në ndeshjen e kaluar dhe është i vrarë. Bukur, suksese. Mirë.